Ka qenë i vështirë shumë sepse duke marrë parasysh edhe pse kemi pas ecerit mirë gjatë fazës parë, pastaj kemi pas shumë problematika me dëmtimet, kemi rigjet forcën, jemi ringrit përsëri. Mendoj ka qenë shumë e vështirë edhe për faktin se mos gabojmë, kemi qenë skuadra që kemi mbrojt vendin e parë më shumë nga çdo skuadër tjetër. Ky qytet e don shumë futbollin, ky është viti i parë dhe unë këtë ndjej në rrugët e qytetit, kështu që do jetë edhe bukur për vetë historikun sepse janë plot 25 vite që me zje presin këtë titull dhe ne çdo ditë po japim maksimumin për ta realizuar të ëndër. Ekipet do jenë aty gjithsekush ka objektivet e veta, por ne jemi të bindur që do shkojmë 100% tonë dhe do bëjmë lërat tona më të mira që në fund fare t'ja dalim. Për vetë historikun, siç e thash, 25 vite janë shumë për këtë qytet. Jo më kohë të quhet djepi i futbollit, por shpresoj që këtë vit t'jetë vit i dur për të sjellë titullin, sepse mendoj që jemi shumë afër. Këto duhet jenë në momentet më të vështira ka ne du ta them këtë, sepse jam i bindur që unë edhe çdo pjesëtar i formacionit dhe ekipit po jep maksimumin për ta sjellë ëndrrën tek ato. Po mesazh për kundërshtarët nuk është se du të bëhem arrogant, thjesht të jetë një fair loja dhe gjithmonë t'japim maksimumin nga dyja palët që kampionati shkojë dhe më bukur.